Unë nuk do thoja që ky është domosdoshmërisht një raport rënimi. Konfliktet ekzistojnë, janë aty, është më mirë që këto konflikte janë të shpërfaqura dhe të hapura në publik. Konfliktet janë një burim i madh i zhvillimit edhe i treguarit që si mund shkojnë përpara. Pra, problematika në të cilën 61% e të gjithë njerëzit të cilët i është privuar liria janë të paraburgosur, është një problematikë shumë madhore. Dhe fakti që ka dhe Ministria e Drejtësisë për të shfaq shqetësimin e saj, shfaqim shqetësimin për të edhe aktorë të tjerë, jo vetëm avokatët, ku kemi të bëjmë me një çështje e cila mund të shkojë drejt zgjidhje. Por nëse ne nuk do të diskutonim për këtë, atëherë ne nuk do të kishim kurrë një zgjidhje të kësaj problematike. Ishte pa shmangshme që do kishte një, po themi përplasje, nëse kemi vendime që u pëlqejnë të gjithëve, atëherë është e sigurt që nuk kemi vendime të drejta. E nuk mund të ketë një vendimarrje që kënaqë të gjithë. Do të thënë një palë do dali e humur dhe një palë do dali e fituar. Në rastin e raporteve që lutjes së drejtuesve kanë me SPAK-un, është një raport të jetë personal. SPAK-u ka kompetenca për të hetuar dhe për të proceduar penalisht të gjithë deputetët, të gjithë ministrat, të gjithë gjykatët e lartë. Që kjo e bën në mënyrë automatike, po themi, mekanizmi që mund t'i sjellë atyre qoftë për mungesën e lirisë, po qoftë edhe shkatrimit të karrierës politike. Pra, një dënim nga gjykata, dënim penal nga ana e gjykatës është në shumicën e rasteve fundi politik për individët. Dhe kjo mund të sjellë që dikush që ka investuar gjithë jetën e tij në politikë, kjo t'i rishkasë për duar dhe fajtor për këtë bën atë që ka iniciuar që ishte prokuroria e posaçme. Që nuk është se nëse politika do ishte e kënaqur me SPAK-un, atëherë ne do duhet të shqetësoheshim si publik, sepse do tregonte që ai nuk po bënte detyrën e tij edhe nuk po i ngacmonte aty ku politika edhe ku unë nuk kam një koment posaçëm lidhje me çështje specifike, ato janë për të gjykuar, janë për të caktuar nga gjykata të përkatëse. Po politika nuk duket e kënaqur as me gjykatën kushtetuese, kujtojmë dhe rastet e fundit me dekretet e presidentit të Republikës, ankesat e ish-kryetarit të Bashkisë të Tiranës, etj, që mos i hym specifikisht. Pra nuk duket fare e kënaqur as me gjykatën kushtetuese. Po, kjo është një shenjë pozitive, nuk është padyshim një shenjë negative. Nëse politika do ishte e kënaqur me gjykatën kushtetuese, atëherë do thotë gjykata kushtetuese nuk po mbronte kushtetutën, po miratonte çdo vendimarrje të ligjvënësit dhe çdo vendimarrje të qeverisë pa asnjë lloj kundërshtimi. Nëse ne do kishim dhe kjo nuk do të thotë që çdo çështje që shkon në gjykatën kushtetuese duhet pranuar dhe miratuar, sepse do presumonim të kundërtën që shteti e ka gjithmonë gabim dhe çdo vendimarrje e ligjit është gjithmonë e gabuar. Fakti që kemi një gjykatë që në mënyrë dijuese dhe vazhduese ka guximin që të marrë vendime që shkojnë kundër interesit të qeverisë, tregon që nuk është një gjykatë që është nën kontroll në plot të organit ekzekutiv ose të ligjvënësit. Se sa e pavarur është 100%, është 50, është 35, nuk mund ta gjykojmë dot, sepse në çështje të caktuara gjithë secili ka antarët e gjykatës kushtetuese ka gjithë secili të drejtën të shprehet me mendim paralel në çdo çështje në cilën aty bie përshtypim, qoftë nëse është relator ose jo. Pra, gjithë secili për çështjen që vjen në çështje që shkon në gjykatë kushtetuese, ka një autoritet që është tehet i madh duke dhënë mendimin e pakicës. Megjithëse ky mendim pakice nuk ka asnjë ndikim të drejtë për drejtë në zbatimin ose jo të vendimit, ai shërben për të zhvilluar më tej jurisprudencën. Dhe kjo pavarësi individuale është çfarë i bën antarët e gjykatës kushtetuese, disa nga magjistratët më të rëndësishëm të këtij vendi dhe që zgjedhja e tyre dhe po themi procesi i emërimit në gjykatë duhet jetë tehet rigoroz dhe duhet kalojë të gjitha mekanizmat përkatës, dhe duhet jetë një proces që të jetë sa më dinjitoz, i cili garanton që ata që janë antar të gjykatës kushtetuese të jenë të zgjedhur pa asnjë lloj hije dyshimi nga mbrapa në lidhje me cilësitë e tyre dhe përshtatshmërinë e tyre për të qenë më të mirët
në dhënien e drejtësisë duke u bazuar te standardet kushtetuese. Qartë, mirë. Ili, unë të falenderoj për bisedën që zhvilluam dhe për gjitha opinionet që na solle këtu në studio. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Mirë, ishim me avokat Ili Gërdubin, folëm për problematikat e drejtësisë, sidomos të evidentuara në opinionin publik gjatë ditëve të fundit me ngjarjen e avokatit i cili u lirua, së pari u ndalua dhe pastaj u lirua në Elbasan dhe duke u rikthyer pas edhe tek ngjarja e rëndë e avokatit i cili u vran krye detyrës në gjykatën e apelit, por edhe raportet midis politikës edhe drejtësisë nisur nga këto zhvillime të fundit. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në bisedën tjetër. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit, do të flasim për zhvillimet ndërkombëtare që lidhen me disa ngjarje, duke nisur nga takimi i Washingtonit, po them, midis Trump dhe Zelenskit, takimi paralajmëruar midis Trump edhe Putin dhe disa zhvillime të tjera mjaft interesante që kanë vëmendjen e opinionit, vëmendjen maksimale, do të thoya, të opinionit publik ndërkombëtar. Për këtë çështje, unë kam kënaqësinë që të kem në një lidhje të drejtë për drejtë me studion time studiuesin e çështjeve të sigurisë, Elianos Kasaj. Elianos, të falenderoj që jemi së bashku, të përshëndes gjithashtu. Faleminderit për ftesën, me kënaqësi të jem sërish në studion tuaj. Mirë, po e nisim nga zhvillimi më i hershëm kronologjikisht, që është takimi i paralajmëruar mes dy presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Rusisë në Budapest. I paralajmëruar që do të ndodhin në Budapest në ditët ose në javët, pak javët e ardhshme në vijim. Një takim i cili ka tronditur opinionin publik ndërkombëtar, Brukselin gjithashtu. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo përpjekje e Trumpit për të rilidhur me Putinin, apo e Putinit për të rilidhur me Trumpin, një platformë diplomatike e përbashkët? Atëherë, në datën 16 tetor, kryeministri hungares Viktor Orban ka njoftuar zyrtarisht dakordësimin midis presidentit amerikan dhe presidentit rus për të zhvilluar një samit të ri pas samitit të Alaskës, që u zhvillua në gusht të këtij viti, kësaj radhe në Budapest, i cili do të konkludoj në bisedimet mbi përfundimin e konfliktit armatosur që është në vazhdim akoma në Ukrainë midis Rusisë dhe Ukrainës. Kjo tentativë e Trump vjen jo vetëm pas samitit të parë të Alaskës, që u mbaj midis Rusisë dhe SBA-s, i pari takim prej pothuajse 4 vitesh, që prej vitit 2021 në Zvicër, ku presidenti Putin u takua me presidentin Biden. Kjo vjen edhe si fakt i presionin që Rusia ka treguar të jetë kompakte në të. Pra, le të themi, ne kemi dëgjuar gjatë këtij muaji presidenti Trump gjithmonë duke kërcënuar që pas një jave, pas 2 javë sanksione të tmerrshme, feri do të bie mbi Rusinë, do të ketë një blokadë ekonomike, do të ketë masa shumë të ashpra, asgjë nuk. Asgjë, po. Sigurisht që dëgjoja presionit duket se është mbyllur si kapitull për Kremlinin. Tashmë Kremlini do të pranojë vetëm të folur ose komunikim të drejt për drejt që do të zhvillohet në ditën standard me ta. Pra, do të flasim në mënyrë të një reciprociteti të dyanshëm. Nuk ka për të pasur më të folur, siç e quajmë në shqip, nga lart poshtë, ose të tregojë të superiorit për shkak të fuqisë ekonomike ose të armëve bërthamore të tjerë. Kjo gjë ka marrë fund. Në këtë pikë duket se presidenti Trump e ka kuptuar këtë gjë. Dhe këtu në Poloninë sigurisht është diskutuar shumë si temë. Fakti që gjuaja e sanksioneve ka dështuar, gjuaja e presionit ka dështuar, gjuaja e kërcënimeve të armëve ndërkontinentale, balistike, në ndërset bërthamore do të vinë erdhën në Poloni, asgjë nuk punoi. Presidenti Putin ka treguar që nuk do të trishet mbrapa, dhe ai shapur për dialog, por vetëm në bazë reciprociteti. Kjo është diçka që nuk ka për të pasur më diskutim. Në këtë pikë duket se presidenti Trump ka arritur, e ka kuptuar, ose le të themi e ka pranuar që kjo gjë nuk funksionon më, kështu që tani duhet të përpiqemi në mënyrë diplomatike
Në Evropë sot është vetëm një shtet i cili që prej fillimit të konfliktit ka qenë promovues i paqes, po ka qenë njëkohësisht edhe i vetmi që sot ka funksionon akoma si urmë i disë e perëndimit, ose po le të themi Jugoslavia e ditëve të sotme, që ishte një herë në Jugoslavia e Titos, është Hungaria e kryeministit Viktor Orban, e cila doshte e akuzuar shumë për metodat e saj disi autoritarisë të qeverisjes, ka arritur që me promovimin e vlerave tradicionale që ata kanë, konservatore, familjare të krishterë, ka arritur që nëpërmjet një politike të balancuar dhe hapjes së kufijve për investimet ruse, kineze, amerikane të tjerë, të krijojë, le të themi, një ambient i cili është i përshtatshëm për të dyja palët. Dhe siç u përmendë nga presidenti Trump, po si dhe nga folësi i Kremlinit Dmitri Peskov, zoti Dmitri Peskov, kur u hodh fjala për Hungarinë, pasi opsionet ishin Zvicra, Vatikani, Turqia, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, pra vende neutrale që kanë funksionuar më parë për këto lloj takimesh, ne gjithë e dimë, që janë bërë shumë takime midis linjës e perëndimit, Kinës, Amerikës, Rusisë, SBA-s, Izraelit, Palestinës e të tjerë. U diskutua fjala që ky konflikt që ka të bëjë me Evropën. Dhe sigurisht që tentativat kryesore duhet të merren me Evropën. Dhe në këtë pikë, cili vend evropian do të ishte më i përshtatshëm për të mbajtur një takim? Teknikisht janë vetëm dy aktualisht për momentin, është vetëm qyteti i Vatikanit dhe Hungaria. Duke qenë që për rusët u diskutua dhe në televizionet ruse që Vatikani është një tokë pak a shumë me dy kuptime, pasi ata janë katolik në Vatikan, me kanë fjalën, është përqendra e katolicizmit, ndërsa rusët janë ortodoks. Dhe për ata duket si një lloj poshtërimi që ne po vemi në tokën e katolikëve për të nënshkruar një paqe. Është diçka që nuk nga ana e tyre shpirtërore ose themi e religjion nuk krijon një le të themi një impakt të mirë në popullsinë vendas. Plus që edhe vetë Papa është amerikan, mos harrojmë. Po, është sigurisht është amerikan. Kështu që duket sikur je prap në Amerikë. Që ka kishë ortodokse, ka komunitet të madh ortodoks, ka katolik, protestant, kalvinist, luterian, duke se është një vend i përshtatshëm. Plus që dhe vetë kryeministi Viktor Orban ka adaptuar shumë ligje si presidenti Putin, flasim si ligji kundër LGBTQ-s, propagandës në shkolla për fëmijët e vegjël, njohja vetëm dy sekseve, mashkull dhe femër, njohja e unionit familjar që është vetëm mama baba, ose ligji kundër financimeve të jashtme të pakontrolluara të NGO-ve ose gjëra të këtij lloji. Pra, edhe për rusët është një terren më i përshtatshëm se sa do të ishte Vatikani ose Zvicra, që janë përfshirë pak a shumë në retorikën e ashpër kundër Kremlinit në një mënyrë një tjetër. Takimi është emëruar dhe është aprovuar dhe nga pala ruse, dhe nga pala hungareze, ka qenë të parë që kanë aprovuar. Dhe pritet të zhvillohet në datën 16 është bën njoftimi i parë për takimin dhe pritet të zhvillohet në këto 2 javë. Pra kemi diku tek nga 10 deri në 14 ditë maksimale që do të njoftohet takimi. Qartë. Një pikë që vlen të përmendim është aktualisht në Evropë është debat shumë i madh në mënyrë se si presidenti Putin ka për të ardhur në Hungari. Me avion. Pasi ne dimë që ai ka një mandat arresti nga gjykata ndërkombëtare penale për akuzën e krimeve të luftës në kuadër të luftimeve në Ukrainë, të cilat janë normale në çdo vend që është në luftë sigurisht. Do të ketë kazualitete, do të ketë dëme, do të ketë edhe aksidente ose viktima. Le të theksoj se sapo ky fakt është përmendur direkt nga Komisioni Evropian, jo komisionerët, por zëvendës folësit e komisionerëve për median, kanë theksuar që presidenti Putin nuk i nënshtrohet një urdhër ndalimi në Bashkimin Evropian. Pra, sanksione për të ka, asetet e tij personale janë ngrirë, flasim në prona, flasim në bazë monetare, ose kursime personale, ose materiale personale që mund t'i ketë në bankat e Zvicrës, Belgjikës, e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, por ai nuk i nënshtrohet një urdhër ndalimi. Pra, presidenti Putin mund të hyjë në tokë evropiane, mund të shkojë në tokë evropiane, pa pasur as edhe një problem për arrestim ose për probleme me ligjin, ose edhe goditje, ose hedhje në erë të avionit të tij presidencial, që mund të jetë sulmi kundrejt tij.
Problemi kryesor në këtë pikë është që Hungaria ndosë është tërhequr nga gjykata ndërkombëtare penale, mandatin e ka deri në 2026. Po kjo nuk duket se po krijon shumë diskutim pasi presidenti Putin vizitoi Mongolinë në vitin e shkuar, në 2022 vizitoi Kirgjistanin, të dyja vendet e gjykatës penale ndërkombëtare. Tek e fundit asgjë nuk ndodhi. Ne pam se si funksionoi gjëja. Qartë. Pasi vendet kanë të drejtë o ta zbatojnë ose mos ta zbatojnë, nuk është se është një obligim që i kushtozon ato. Qartë. Presidenti hungarez kryeministri hungarez ka bërë të qartë, dhe si ministri i punëve të jashtme të Hungarisë Peter Siatro, që hungareza do të mbajë 100% përgjegjësi për presidentin Putin. Ai do të vinë në Hungari, fjalët kanë qenë të cituara pikë e presje që ai do të vinë në Hungari, do të zhvillojë takime, do të jetë i sigurt dhe ne do të sigurohemi që ai të hyjë prapë në Federatën Ruse i sigurt. Asnjë gjë nuk ka për të ndodhur. Dhe Bashkimi Evropian e ka aprovuar këtë gjë, që presidenti Putin do të hyjë në tokë evropiane, në zonën ajrore evropiane, dhe asgjë nuk ka për të ndodhur. E mbajmë 100% përgjegjësi mbi këtë gjë. Ndonse pretendoj që ai mund të përdorë edhe rrugën që ka përdorur Benjamin Netanyahu kur vizitoi Budapestin, si vjet, me thënë kur ishte për vjetori i Holokaustit. Nëpërmjet ai mund të përdorë rrugën nëpërmjet Turqisë, Malit të Zi, i cili është vend i NATO-s, përgjithësi ne dimë që ka një prirje të forta pro-ruse brenda Malit të Zi, sidomos në politikën malazeze.